Miftinia e Shkodër në kuadër të aktivitetet të 35 vjetore të Lirisë së Besimit zhvilloi promovimin e librit Lëvizje për rivendosjen e Lirisë së Besimit fetar në Shkodër 1979-1990 të autorit Bajram Xhafa. Libri përqendrohet tek periudha ku niste formesoi dhe të merrte rrugë përpjekja dhe lëvizja popullore për hapjen e objekteve të kultit në qytetin e Shkodrës. Bëhet fjalë për një histori të ngritjes së problemit të lirisë fetare në Shkodër. Lëvizja për ngritjen e kësaj lëvizje. Filloi në vitin 1989, bashkë me kohën kur po bëheshin ndryshime në gjithë Evropën lindore, edhe në Shqipëri u kapluan nga kjo lëvizje. Shkodra ka qenë vendi kryesor i gjithë lëvizjeve në fakt, përparimtare, kulturore, masive. Ka shumë mesazhe. Mesazhi i parë është mesazhi i komunikimit edhe i lidhjes së krijuesit me krijesat, ose krijesat me krijuesit. Njeriu me Zotin. Mifti i Shkodrës theksoi se përkujtimi këtyre datave është një moment reflektimi për të parë gjithë secili prej nesh marrëdhënien e tij me Zotin për të vlerësuar lirinë dhe për të mos lejuar nështrimin përpara taboreve të femohimit. Çdo përpjekje për ta rrënuar dritën e Zotit, thirrjen e tij, bekimet e tij, lidhjen me dashninë e tij, nga kushdo qoftë, në çdo kohë, nga e shkuara e sotmja e në të ardhmen, është një përpjekje e dështuar. Dhe se për herë shembulli i hafizit ton të dashton, i dom Simon Juvanit të Kishës Katolike, por jo vetëm, janë modele që na frymëzojnë për të mos e ul kokën asnjëherë përpara taborrave të iblisit, edhe bashkarisht me ecë përpara për ta ndërtuar vendin, për ta ndërtuar të sotmen, për të interesuar për rinin, për fëmijët, për familjen, sepse tash që jemi 35 vite pas atij momenti historik për të gjithë ne, sprova të çuditshme dhe pengesa të pallugaritura e sfida të reja na dalin përpara syve dhe përballemi me to. Ajo çfarë duhet që të kemi në ballë edhe përpara syve gjithmonë është mos me u shkëput dhe mos me u nda asnjëherë nga drita e Zotit, e nga bekimet e tij, e nga beslidhja e sinqertë me Zotin e gjithësisë. Të pranishmit të promovim libri ishin intelektual, shkrimtar, përkthyes, imam, besimtar dhe drejtues të bibliotekës së qytetit.